Në shumicën e vilave kishin mbetur vetëm muret. Pronarët e vilave pa leje në Rezall për gjatë liçenit të Ujmanit kishin filluar zbrazjen e tyre. Krejt kjo, pas paralajmërimit që kishin marrë për rënim nga ndërmarrja Iber Lepenci me asistimin e Inspektoriatit të Ministrisë së Mjedisit. Në Rezall, afër liçenit të Ujmanit, ditë më parë është bërë e ditur nga Ministria se do të marrin aksion për rënimin e vilave të cilat janë ndërtuar kundërligjshëm. Por, një pjesë e pronarëve të këtyre vilave ka marrë një iniciativë vetë për t'i demoluar vilat e tyre. Në shumicën e vilave kanë filluar çmontimin dhe largimin e objekteve. Edhe pronari i kësaj vile e cila ndodhet prapa meje ka larguar gjësendet që ndodheshin brenda, bashkë me orëndit shtëpiake. Institucionet kompetente theksojnë se ka pasur edhe ankesa nga shfrytëzuesit e pronave. Megjithatë, nga ndërmarrja publike Iber Lepenci, theksojnë se numri më i madh i tyre kanë vendosur të respektojnë njoftimet e institucioneve. Disa nga shfrytëzuesit kanë vendosur të respektojnë njoftimet e institucioneve pronare dhe administruese të këtyre pronave dhe kanë filluar vetë çmontimin dhe largimin e objekteve. E mirëpresim këtë çështje dhe bashkëpunim dhe inkurajojmë edhe palët e tjera që kanë uzurpuar pronën publike të veprojnë në të njëjtën mënyrë, duke respektuar vendimet dhe kërkesat e institucioneve kompetente. Ndryshe, këto prona të cilat janë dëshmuar pa bazë të pronësisë apo shfrytëzimit do të rënohen në përputhje me procedurat ligjore. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës i kanë bërë